Një segment prej rreth 400 metrash në aksin rrugor Vllahin-Poçe me gjatësi totale 15 kilometra është dëmtuar rënd vetëm një vit pas përfundimit të punimeve. Problemi është evidentuar pranë fshatit Karbonar, ku rruga tashmë paraqet rrezik serioz për qarkullimin e mjeteve dhe këmbësorëve. Në terren duken qartë të rrëshqitjet e tokës, sidomos në zonën pranë Vjosës, çka dyshohet se ka ndikuar drejt për drejt në amortizimin e këtij segmenti. Asfalti është dëmtuar pothuajse totalisht, ndërsa në disa pjesë janë krijuar çarje dhe deformime. Situata bëhet edhe më alarmante pasi një banesë e pozicionuar në kodër mbi këtë segment rrugor rrezikon shembjen për shkak të zhvendosjes së tokës. Banorët shprehen të shqetësuar dhe thonë se dëmtimet janë përkeqësuar nga dita në ditë. Ata kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse për stabilizimin e terrenit, ndërtimin e mureve mbajtëse, sistemimin e skarpateve dhe rehabilitimin e plotë të rrugës së dëmtuar. Po problemi është që shkarja masive është 100 sa metër lart deri në lum. Po ka pas shumë lagështirë. Për shkak të kujtësh. Të lagështisë. Erozioni lumi. Po patjetër ka shkarë që larda ka ikur. Që larda dhe lumi poshtë. Ju e bëni shpesh, keni rrezik? Po kemi, po rrezik është ase. Po të shikosh aty, ikën. Sa banon lidh kjo? Kjo lidh Vlorën me Tepelenën? Po. Ky aksi. Po, lidh Vlorën, Tepelenën, krau këtej neve, Karbonarit, të gjithë. Ndërkohë, deri në marrjen e masave, drejtuesit e mjeteve këshillohen të tregojnë kujdes të shtuar gjatë kalimit në këtë aks rrugor.